Mirëmëngjes, jo, mirë dita, pas ka shkuar ora 1, po me një beb, nuk e kuptoj. Mirë se erdhët në kanalin tim, për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Wenxhi dhe së fundi jam bërë mami. Para se të dalim, kemi shumë gjëra për të bërë sot, po ushqej njërë djalin që të jetë i qetë, që të jetë i ngrënë, dhe pastaj kemi për të dalë, për të shkuar në një dyqan, që të printojmë disa dokumenta, pasi pas lindjes së fëmijës, normalisht që janë shumë dokumenta që duhen të dërgohen nëpër institucione, që janë për shembull leja e lindjes, leja mbrojtja, pra 3 muaj je mbrojtur në Luksemburg dhe merr të gjitha avantazhet që ka çdo punëdhënës dhe çdo punëmarrës në punë. Pastaj kemi 6 muaj lejen e lindjes, që bën 9 muaj në total. Dhe na duhet që të dërgojmë edhe aplikimin për lekët e fëmijës. Dhe ne do ta bëjmë në Luksemburg, sepse është shtet më social dhe ne të dy punojmë në Luksemburg me Shtefanin, dhe sasia e lekëve për fëmijën është më e madhe se sa në Gjermani. Pastaj mbase do shkojmë të ham një akullore dhe do t'ju mbaj gjithë ditën me vete. Kështu fillon dita ime, nuk kam bërë asnjë gjë sot. Okej, kemi ngrënë mëngjes, kemi kërcyer pak në kuzhinë, edhe jemi përgati. Sapo të mbaroj juniori së Piri, do t'ju tregoj edhe çfarë ka ndeshur. Gjithmonë kujdesem të vesh diçka që mund ta ushqej djalin në publik. Dhe gjithashtu kam edhe një si tip shalli që e lidh te qafa, edhe mund ta ushqej djalin në publik, pa çka se unë nuk e kam problem dhe ta ushqej kështu, por më shumë për të ruajtur privatësinë e tij. Shtefani po bëhet gati dhe do nisemi. Jam gati. Kjo është veshja. Çanta e bebit. Po marr edhe karikusin, se e kam telefonin Bosch. Dhe besoj i kemi marrë të gjitha gjërat, por ku kam karikusin është çështja. Gjeta. Shtefanin e nisa para, sepse unë duhet edhe pak t'ju tregoja se çfarë do bishja. Çdo ditë bëhem më mirë, për sa i përket plagës, po sot, mbase dhe kam tepruar një çik se kam dalë, për disa minuta sikur ndjeva pak keq, sikur më vinte për të vjell, nuk e di pse. Edhe u shtriva një çik, edhe Shtefani tha pasi të kthehemi nga dyqani, do ulem dhe do qetësohem mirë. E nuk do bëj asgjë tjetër për sot, por po shikoj që më ka ardhur dhe keqese. Janë produktet e tjera të Shirinit që po i prisja. Të jam të tregoj dhe ato në një orë të vogël. Moin Gabriel, sag mal, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Meinst du, könntest du mir sagen, ob ich am... Shikoni, sa po arritëm edhe parkuam këtu që tregon parkimin e mamit dhe fëmijës. Po Shtefani nuk është grua. Pse kam vendosur vetëm me mamin? Pse babat nuk dalin me fëmijët? Sa po arritëm tek vihemi. Me qenë se erdhëm këtu, mora dhe këtë buskuqin gjithmonë që kam, më kam mbaruar, kjo është 13 euro. Mirë, po ja u sugjeroj shumë është numri këtu. Dhe tjetra është ky buskuqi këtu, ky është 10 euro. Mirë, po dhe këtë është shumë i bukur dhe e kam përdorur. Dhe ja kam dhënë një shoqeje, sepse i shkonte shumë dhe asaj. Më duhet edhe një concealer. Me concealerin nuk është se bëj shumë konsensu, gjithmonë marr një nga këto, nuk e di cili ngjyrë kjo këtu ndoshta, sepse është për mua më e mira. Atëra mora këtë këtu. Edhe këto 30 euro me 3 gjëra.
Po duhen, kështu që i mora. Tani, po shkoj të printoj këto dokumentat. Atëherja ku i kam dokumentat. Këtu do bëj 2, që nëse ngatrojmë diçka, weiter, kaufen, play. Kapri. Ndërkohë blevëm dhe Belina të tjera. Jeta një prindi, edhe Larës robash. Shumë roba për të larë. Ne i lajmë robat e Kianit me Larës normal që lajmë dhe robat tona, por i hedhim edhe sputës, sensitiv. Edhe deri tani ka funksionuar shumë mirë. Akoma nuk i kemi bërë djalit atë vaksinën e virusit RHS, që është ky virusi që nëse prej fëmijët e kalojnë shumë keq për sa i përket mushkërive, dhe prandaj doli jashtë mos të rrezikojmë. Të njëjtën tjetër pra, për 6 ditë kemi takimin tek doktori i fëmijëve, edhe aty do t'ja bëjmë vaksinën djalit që t'jetë më i mbrojtur. Edhe pak të mbarova. Printova që kisha për të printuar, tani po skanoj disa certifikata për atë lindjes, edhe të pjesën këtu gjithashtu na duhen për dokumentat, po skaneri është shumë i avashtë. Shikoni, ka ndalë advent kalendarët. Ta blem që tani një me make-up e me gjëra, nëse me gjëra për të ngrënë, nëse me çajra. Manhattan i më pëlqen. Ok, marrim edhe dokumentin e fundit. Jemi gati. Të gjitha i kam këtu. Tani vetëm do bëjmë pagesën. Edhe jemi gati. Stefani është jashtë. Harrova të merja geta. Isha për pagesën shtrumfocët të kam. Qap dallaqe që. Ishim tek DM-i edhe doja të merja patjetër geta. Harrova pra. Jam shumë arraqe. Që se si nuk ka gjë, do vesh pantallona ditën në vazhdim. Dalesa tjetër tani do jetë në një dyqan akulloreje. Pasi aty do ulemi, të marrim një cik kohë, e të plotësojmë dokumentat, edhe t'i dërgojmë, sepse dyqani është edhe shumë afër postës. Edhe mbarojmë këtë histori një herë mirë, dhe po ashtu dolëm, ndryshojmë çik ambientin, djali po fle. Ku do parkojmë tani pa mirë? E çfarë kam marrë unë? Unë kam marrë një tas me kiwi, që është me kos, edhe vetëm një gotë me akullore kosi, kurse Stefani ka marrë spaghetti me kiwi, dhe ndërkohë po plotësojmë edhe formularin. Baby flegjum. Nuk kemi idenë sa e mirë është akulloria pas 3 muajsh që kam bërë dietë pa ngrënë asnjë pikë sheqeri. Tani shijon ndryshe, shumë herë më e mirë. Ju bëft mirë dhe juve që po hani tani. Sa po i postuam dokumentat. Unë jam me karocën këtu poshtë e përpjet, se po zgjohet djali. Dhe Stefani duhet të vi tani. Po i zemra mami, da të mbuloj mami më qikë më mirë. Dhe do shkojmë edhe një herë, shumë shpejt, shumë pak, shumë shkurt në dyqani drogeri, sepse unë harrova geta.
Dan? Lëresht. Ja dolem. Kush është babi më seksi në qytet? Kush është babi më seksi në qytet? Vetëm në qytet. Në tërë Gjermanin, më fal. Vetëm në Gjermani. Në tërë botën. Në tërë universin. Zoti Belajt. Zoti. Zoti Belajt e cën shumë shpejt, mami Belajt e shumë avasht. Harron që unë me zjeci. Erdha prap të gjemi dhe me që i erdha këtu, harova që më kanë baruar vitaminat e flokëve dhe mora këtu që më kanë sugjeruar shumë dhe do e provoj. Edhe në çmim nuk ishte më e lira, kështu që më pëlqeu. O sa të bukura këto, po që nga 24 euro. Tani do marr vetëm getat. Po shikoj këtu cilat të marr, edhe ikim se po na pret Kian. Edhe është shumë i uritur. Nuk është mirë. Do t'i marr medium që t'jen më të mëdhaja. Medium. Këtu 2. Po, mora të këto, rada që nga këtu. Mashallah. Oha, për të gatuar, do për qofte me pure patate dhe të ngritë që të duan për salce. Që të përëm që të fare, përse përsa i nuk e qofte dhe kam të të nështë të dhe pile, kam të piper, një vez edhe fermentuar ose një sezon dhe do të përdora të tjera të mish, buk, fez edhe erësa të rekomendu, të skuqim edhe qoftet e vogla, por kam vendosur edhe patate që të zihen, kam hedhur vetëm pak krip, ndërkohë qoftet kur skuqim dhe të vëqim të gjitha në një pjatë edhe në të njëjtin tigan. Për shkak të aromës që ka dëshuar mishi, do hedhim të gjitha përbërësit për salcën, do hedhim këtë qepën dhe hudrën që e skuqëm pak më parë, dhe do të hedhim pak nga kjo salca domatesh e përshëndruar, pastaj do ta shkrim me qumësht pana, e shumë pak rreth 100 ml ujë, dhe do ta lëmë që të trashet. Normalisht do t'i hedhim më parë edhe nga kjo koncentrati i pullës që dhe trashet dhe jep shije dëngut. Ndërkohë, për të përgatitur puren, i kam hedhur patateve që kanë nxjerrë pak gjatë, edhe pak qumësht. Domethënë shumë pak, që të bëhet pureja sa më e shijshme dhe më besoni që ka shije fantastike. I kam hedhur edhe pak piper të zi, edhe kryp nëse i keni hedhur kur keni zi, nëse i jeni sa doni ju. Do ta trezim në pure dhe do të hedhim edhe pak majdanas. Lupon pak konsensus shumë i puren e kam përhapur para dhe qoftet i kam vendosur mbrapa, domethënë në maj, dhe nuk e kemi idenë se çfarë recete e thjeshtë dhe e shijshme që është kjo. Dje, si gjithmonë, nuk ja dola të bëja dot hollin, kështu që po e bëj tani. Kjo është qesja e shijimit që më ka ardhur. Edhe është pjesa e dytë e produkteve. Pra, produktet e pjesës së parë u tregova në video, sa dhe më përpara. Dhe kjo është pjesa e dytë, dhe ta shikojmë çfarë ka brenda. Po para se të ha produktet, doja t'ju tregoja pak çfarë bleva në DM. Geta bleva një palë bezh mat, pa shkëlqim. Një palë bezh me shkëlqim. Të gjitha janë masa trashësia 15 që janë shumë të holla. Mora po ashtu gjithsesi të zeza pa shkëlqim, të zeza me shkëlqim dhe mora edhe të zeza me pika me zemra.
Pastaj, mora këtë nga NYX, nuk e di se si lexohet, që është NYX Lingerie XXL dhe është numri 8. Shumë buskuq i bukur, do t'ja tregoj ndonjëherë të vend. Dhe ky këtu është për mua personalisht buskuqi më i mirë të gjitha kohërave. Nëse e vendosni në buzë, nuk është se do ju bëhet copa, është kthehet në mat dhe kthehet në 24 orë, pra nuk hiqet. Mirë po, i përshtatet buzës shumë mirë edhe nuk del copa. Domethënë këto të dy për mua janë vërtet buskuqet mat të vetmit që qëndrojnë kaq mirë dhe prandaj njëri është 10 euro, tjetri është 13 euro. Dhe siç e thash, kjo e Maybelline është edhe korrektori im që nuk bëj ndonjë çaj thon. Nuk bëj kompromise me korrektorin, këtu është i vetmi që mua më rri shumë mirë. Pastaj mora edhe këto vitamina për flok, thonj edhe lëkurë. Në fillim kisha ato si me Haribo, por nuk i gjeta më. Kështu që këto janë okay. Hapen edhe pijen direkt në gojë dhe edhe me vitaminat e tjera, si që shikoni, flokët kanë marrë shumë volum të shohim tani, se që thonë që bihen pas muajit të 3 pas lindjes, kështu që çajm. Ka shije pjeshka. Një të tillë çdo ditë kushtohet diku te 12 euro, diçka e tillë. Le të futemi punës me këtë pakon. Këto janë produktet, 4 produkte, kemi 5 qese sepse një produkt është kostum, edhe ka ardhur në 2 qese të ndara, kështu që le ta hapim video me këtë produktin këtu. Një triko edhe një fund. Kjo është fundi, shumë i bukur. Dhe kjo këtu është bluza që është me një arushke. Kështu që po i provoj të dyja, materiali është fantastik, shumë i butë, shumë elastik, edhe mendoj që tani për në dimër do jetë një komplet shumë i bukur. Po e provoj dhe po ja tregoj. Kostumi super i bukur, kam veshur me një palë çizma të shkurtra, edhe më duket vetje tamam si një zonjush. Shumë i bukur, ja vlen çdo cent i harxuar, 10 nga 10. Kostumi i zi, o zoti ma, sa i bukur që është. Kam veshur me këto këpuckat. Rri shumë bukur në trup. Si ju duket, është shumë klasik. Më bën njerëz edhe nuk ngrihet. Kjo është çështja, nuk është elastik, është copë e fortë. Shumë e bukur është. Linqet i keni të gjitha poshtë, për ju pëlqeu gjë. 10 nga 10. Produkti tjetër, për mendimin tim, ky është fundi më modern që kam në garderobën time. Ka këtë pjesën poshtë të bardhë me pala, shumë kletër lidhe të lëshuar, dhe këtë pjesën sipër të zezë që ngjan shumë më e qëndrueshme, dhe më pëlqen shumë që palat e bardha dalin poshtë, dhe këtu kemi 2 lidhse që e bën super modern. Është masa small, shpresoj të më bëj, po nëse nuk do më bëj, do pres edhe do psojmë derisa të më bëj. Kështu që le ta provojmë. Fundi, siç ja u thash, është fundi më modern dhe më i bukur që kam në garderobën time. Shikoni sa i lezetshëm. Ndihem vërtet si një mami shumë moderne dhe gjithmonë kështu e kisha imagjinuar veten si mami. Isha me veshje moderne dhe sa cute. Okej, fundi më pëlqen shumë. Ja vlen çdo cent që kam harxuar. Është pak i shkurtër, por sepse e kam ngritur këtu lart, nga që këtu poshtë ka akoma pak bark të mbetur dhe kur ti ke ai mund ta ulim dhe pak më poshtë. Gjithsesi, është shumë e bukur. Nuk mund ta vesh në punë, se është shumë i shkurtër, por ja kështu në një të dal me një bluzë të zezë ose me një bluzë të lezetshme poshtë. Voilà. Shumë lezetshëm. 10 nga 10
Po ashtu. Në pjesën e parë të videos, nuk e kisha ruajtur gjysmën e videos të haulit, kështu që po xhiroj edhe një herë. Po përpiqem ta xhiroj njësoj si herën e parë. Produkti tjetër është një fustan, që për mua është fantastik. Shikojeni sa i bukur që është. Unë e kam marrë për ta veshur për shembull me golf apo me një këmish, dhe është i derdhur dhe me pala këtu poshtë dhe shkoxha i rënd që të ri poshtë derdhur dhe pala të vërtiten. Siç e shikoni është kështu si i thurur me grep dhe më pëlqen shumë ky detaj këtu i qafës që është kështu si me val. Po e provoj me këtë golfin edhe me një palë këpucka dhe këtë po mendoj të vesh edhe sot për të dalë, edhe do t'ja u tregoj. Edhe ky është fustani i radhës. Shikoni sa i bukur. Kam veshur me këto këpuckat dhe duket shumë i lezetshëm, është kështu si i rënd, edhe prandaj varet këtu, e mua më pëlqen shumë. Më duket shumë fin, kështu që besoj kam bërë zgjedhjet e duhura në këtë haul. 10 nga 10. Më pëlqen shumë, forma shumë e lezetshme dhe duket shumë bukur. 10 nga 10. Shkojmë te produkti tjetër. Produkti i fundit është një bluzë triko me jak me krah të varur. Mua më ngjavi shumë moderne tek vajza në website dhe mendova që pse jo, tani në dimër normalisht me një xhaket, po për në punë ose për të dalë duket diçka shumë fisnike me një palë pantallonka të zeza. Kështu që dhe unë do ta provoj dhe me një palë pupa e do t'ja u tregoj edhe juve. Nuk duket e bukur kjo bluza, duket tamam fisnike, shiko sa lezetshëm që ngjan. E kam veshur me pantallonat e zeza dhe me këto pupat që për momentin janë të preferuarat e mia. Edhe ndihem shumë mirë, ndihem dhe e veshur bukur dhe shumë rehat, po edhe ngrohtë, pa çka se nuk ka krah. Kështu që unë mendoj që ja vlen, nuk e di çfarë mendoni juve. Do ja u lë të gjitha linqet e produkteve në description box. Kjo video nuk është e sponsorizuar, pra unë nuk po ju tregoj produkte të cilat më kanë ardhur falas. Ja produkte që i kam bler vetë dhe mendoj që mbase nëse do ju pëlqej diçka, e keni eksperiencën time se si duke në foto dhe se si duke në realitet robat, prandaj po ja u lë të gjitha linqet poshtë. Kam bërë zgjedhjen e dur apo jo? Ma shkruani ju. Kështu, kjo ishte videoja. Kishim shumë llojshmëri gjërash në këtë video. E rëndësishme është që mbyllim dokumentat çdo gjë për djalin. Edhe po ashtu e rëndësishme është që të treve po na ecën shumë mirë, po përshtatemi shumë mirë me njëri tjetrin, aq sa unë kam edhe pak kohë kur djali është qetë, që të bëj këto haule dhe këto videot për juve, sepse më motivoni, edhe ndihem shumë mirë, sigur kam një familje shumë të madhe aty jashtë, për ta ndarë këtë eksperiencën time që për momentin është shumë e bukur dhe shpresoj të ngelet kështu, dhe shpresoj po ashtu që për çdo femër të jetë po kaq e bukur. Ciao, ju uroj, nuk e di çfarë dite do publikohet videoja, ose fundjavë të bukur, ose javë të bukur, ose ditë të bukur, edhe shihemi në videon tjetër. Ciao!